Rruga ekzistuese për në kepin e Rodonit, nga zona e Shetet drejt kepit, nuk i shërben me turizmin. Kepi i Rodonit është një nga zonat më elitare turistike të Durrësit, qoftë për pozicionin gjeografik, historik e të rrallë, me objekte si kalaja ndërtuar në Skënderbeu e tjerë. Vendi me skaltërsisë dhe gjelbërimit ofron shumë mundësi për vizitorët, por rruga që lidh fshatin Shetaj me kepin e Rodonit vijon të mbetet problematike për qarkullimin, duke u bërë pengesë dhe për zhvillimin e turizmit. Tashmë në prag të sezonit, segmenti për rreth 8 kilometrash paraqitet i amortizuar me gropa dhe dëmtime në disa pjesë të tij, duke bërë lëvizjen të vështirë për drejtuesit e mjeteve. Rruga ka degraduar dhe duket qartë mungesa e investimit të plot që po ndikon drejt për drejt në bllokimin e fluksit të vizitorëve. Nga banorët e Shetet dhe Draçit, në zonën e Ishmit, kemi patur disa telefonata në televizion për gjendjen e saj dhe dëmin që u sjell mjeteve dhe më gjerë. Ata kërkojnë ndërhyrjet menjëhershme për përmirësimin e infrastrukturës, duke konsideruar të domosdoshme për zhvillimin ekonomik dhe turistik, dhe jo të kufizohet me riparime të pjesme që nuk janë të mjaftueshme. Sipas tyre, rruga ka nevojë për një rikonstruksion të plot me standarde bashkëkohore për të dhënë një zgjidhje afatgjatëse problematike dhe për të krijuar kushte sa më të mira për zhvillimin rajonal të turizmit.